Sot festojmë dhe përkujtojmë ungjillorin dhe apostullin Mathe. Jeta e tij, si jeta e të gjithë shenjtorëve, është shumë e rëndësishme për gjithë secilin nga ne. Sepse ashtu si ikonat nuk janë thjesht portrete, po janë një dritare për të krijuar një kungim me dimensionin tjetër hyjnor, ashtu dhe jetët e shenjtorëve nuk janë thjesht biografi, po janë një kujtesë për ne dhe është një përjetim së bashku me ta. Në kuptimin e thellë shpirtëror, çdo gjë që preket nga shpirti i shenjtë transformohet. Jetët e tyre u prekën nga shpirti i shenjtë dhe u transformuan. E përjetimi jonë nëpërmjet jetëve të tyre mund ndriçojë edhe zemrat tona. Historia e jetës së apostullit Mathe është shumë domethënëse. Ai ishte tagrambledhës. Në atë kohë tagrambledhësit ishin nga personat më të rryer në popullin ebraik dhe ishte sinonim i fjalës mëkatar. Vetë Matheu, që shkruan në Ungjill, e përmend disa herë këtë gjë. Nëse dikush nuk i bindet drejtuesit kishës, konsiderojnë atë si pagan edhe si tagrambledhës. Dhe Zoti pikërisht thirrri këtë. E thirrri sepse Zoti shikon diçka tjetër që ne nuk e shohim ne. Brenda çdo njeriu është ikona e Perëndis. Ndoshta e mbuluar me balt, e errësuar, po mbetet gjithmonë ai thesari i çmuar brenda çdo njeriu. Dhe shenjtorët dinin të dallonin këtë gjë, e padyshim Zoti akoma dhe më shumë. Si shkruan një shenjtë i madh, Shën Johani i Kronstadtit, që ne nuk interesohemi për baltën që është hedhur sipër arit, po mundohemi ta heqim baltën që të gjejmë arin, ashtu si ata që kërkojnë ar, marrin një shport të madh, ndoshta me vrima, mbledhin atje rër, baltë e gjithçka tjetër dhe e kullojnë për të gjetur një copë ari dhe kur gjejnë atë gëzohen shumë. Këtë gjë bën edhe Perëndia me ne. Kërkon atë që është brenda nesh, ikonën e tij brenda nesh. Dhe Matheu, sipas traditës kishës, gjithë pasurinë që kishte grumbulluar, ndoshta në mënyrë të padrejtë, sepse tagrambledhësit në atë kohë ishin të famshëm për mashtrimet dhe për vjedhjet, merrnin më tepër taksa se duhej, pagonin një pjesë perandorisë romane dhe pjesën tjetër e mbanin për vete. Dhe ai e shpërndau të gjithë atyre që i kishte marrë me të padrejtë 4 fishin asaj gjëje, sipas ligjit Mojsiut. Dhe pjesën tjetër që mbeti ju ndau të varfërve dhe shkoi mbas Perëndis. Dhe ishte dëshmitar i kryqëzimit dhe i ngjalljes Zotit dhe i gjithë predikimit të tij, të cilën e ka shkruar me pikëmëri të madhe çdo detaj të jetës dhe veprimtarisë së Zotit. Tradita thot që ndeti një kohë të gjatë në Jude dhe në Jerusalem duke predikuar e duke përhapur ungjillin, dhe aty shkroi dhe ungjillin e parë. E shkroi në gjuhën aramaike, që shumë shpejt u përkthye në greqisht. Tradita thot që ishte Shën Jakovi, episkopi i parë i Jerusalemit që e përktheu. Dhe ne mund të shikojmë në librin e tij, qoftë i përkthyer në një gjuhë tjetër, shohim disa gjëra që janë të ngjashme me mentalitetin semitik, gjuhësor, kulturor dhe historik. Dhe ungjilli i tij u shkrua për judejt fillimisht, për ata banorët që jetonin në Jerusalem, për t'i treguar që Krishti ishte Mesia. Dhe pastaj shkoi dhe predikoi ungjillin në shumë vende të tjera. Shkoi në Persi, në Partia, në Media dhe në fund fare shkoi në Etiopi. Në Etiopi historia thot që ai bëri mrekulli të shumta. Ktheu dhe një princ që quhej Fulvian dhe ktheu në krishtërim, por përpara se ai të vendoste dhe të kthehej e të bëhej një krishter, pati dyshime shumë të mëdha. Mbasi Shën Matheu i shëroi gruan edhe djalin që ishin poseduar nga i demon, dhe mbasi bëri shumë mrekullira, ai përsëri kishte dyshime shumë të mëdha. E duke parë që populli po kthehej dhe po shkonte drejt apostullit, u zëmrua shumë. E vendosi që ta vriste. E arrestoi, e lidhën me këmbët dhe me kokën poshtë, vun një zjarr të madh atje për t'u djegur që të vdiste nga zjarri dhe nga asfiksia, por Perëndia përsëri bëri disa mrekullira shumë të mëdha. Zjarri nuk e dëmtoi fare. Madje zjarri u përhap dhe duke djegur gjithçka që ishte rrotull tyre, madje u rrezikua dhe jeta e sundimtarit, e princit asaj kohe, i cili i thirrri që t'i lutej Zotit
Mateu për ta shpëtuar. E ndonë se a ishte në atë gjendje poshtë zjarrit, përsëri zemra e tij ishte pastruar nga Shpirti i Shenjtë dhe nga mësimet e Jezu Krishtit. Dhe jo vetëm që e fali, po ju lut dhe Perëndis që ta shpëtonte, dhe Perëndia e shpëtoi edhe princin, nuk e la që digjej. Po në atë kohë Mateu dha frymën, e than duar tua o Zot, e jap frymën time. Princi u pendua për çfarë kishte bërë, po përsëri kishte dyshime. E mendonte se mos kishte diçka magjike që ky dukej sikur shëroi ose bënte gjëra të tjera, si gjithmonë dyshojnë njerëzit. Ai njeri që dyshon, çfarë do lloj provash të javësh, përsëri do dyshoj. Jepi prova pafund, përsëri do dyshoj. Se ai njeri që ka besim nuk ka nevojë për prova të shumta, sepse besimi i jep atij siguri. Dhe urdhëroi që trupi i tij të vendosej në një arkivol hekur e të hidhej në det. Duke menduar, duke thënë, nëse ky është megjithmonë një njeri i Perëndis, Perëndia do gjejë një mënyrë që ta shpëtojë edhe nga uji. Mbas 2 ditësh, Shën Mateu ju shfaq peshkopit Platonit në atë kohë në Etiopi, duke i urdhëruar që së bashku me priftrit të dilnin në një vend të saktuar që ja tregoi, dhe atje arkivoli kishte dalë. Kur pa princi këtë, u pendua akoma dhe më shumë. U pendua dhe çfarë kishte bërë, dhe u lut që shenjti që ta falte për gjithçka tjetër, dhe Platoni e pakzoi. Dhe historia thotë që ky jo vetëm që u kthye dhe u bë krishter dhe u bë prift, po kur ndroi jetë Platoni, ky u bë dhe peshkopi i saj. Dhe është një shenjtë e kishës sot. Shën Fulviani, ndonse ai ndroi emrin pakzim, e vuri Mateu në nderim të shenjtit të madh, i cili kishte bërë mrekullira dhe kishte përhapur ungjillin në Etiopi. Po do doja daleshin e 2-3 pika shumë të rëndësishme të jetës tij. Ai ishte publikan, taksambledhës. Ishte një mëkatar në sytë e judejve. Romanët i urrenin taksambledhësit sepse ishin hebrej. Hebrejt i urrenin sepse bashkëpunonin me romanët. E këta ishin njerëz përjashtuar nga jeta sociale. Siç thash pak dhe më parë, ishin sinonim i fjalës mëkatar. E megjithatë, kur farisejt kritikuan Zotin, ku i thanë zënësve që përse mësuesi juaj rri me mëkatarët, dhe Zoti u përgjigje tha këto fjalë: të shëndetshmit nuk ka nevojë për mjekun, të sëmurët ka nevojë për mjekun. Dhe kisha nuk është një gjykat, sepse shpeshherë shumë njerëz dhe brenda kishës gjykojnë të gjithë njerëzit që janë jashtë. Ne nuk kemi gjykat. Kisha është një spital. Dhe kam dëgjuar shpeshherë unë që më thonë për ndonjërin, pse pranoni atë në kish, ai është mëkatar. Është njësoj si të thot njëri në spital, pse pranoni këtë sepse ai është i smur. Po spitali pikërisht për të smurët është. Edhe kisha pikërisht për këtë gjë është, sepse ungjilli është një mjekim dhe mjekimi është për të smurët. Prandaj edhe Zoti thotë që të smurët ka nevojë për mjekun, dhe nuk erdha të thras të drejtit, po të thras mëkatarët thot në pendim. Të gjithë ne jemi mëkatar, dikush më shumë e dikush më pak. E të gjithë ne kemi nevojë të pendohemi. Dhe Zoti i dhëmshur pranon çdo njeri që vjen, nëse pendohet sinqerisht. Dhe historia e Matheut është një thirrje për gjithë secilin nga ne për të vazhduar pendimin, sepse sado që të shenjtërohemi, përsëri mbetet diçka që duhet pastruar. Në krahasim me Zotin, të gjithë ne nuk jemi të pastër. Shenjtorë shumë të mëdhej, kur kanë pasur vizione të dimensionit hyjnor, çfarë kanë thënë? Çfarë tha Pietri kur pa që në personin e Jezu Krishtit është Perëndia? I tha, largohu prej meje Zot, sepse jam mëkatar. Çfarë tha profeti Isaia kur pa Afronin e të lartit dhe mbretin e lavdis? Tha, mirë unë, thot, një njeri me buzë të ndyra pash mbretin e lavdis. Kur shenjtorë e profet kaq të mëdhej thonë këto fjalë, çfarë fjalësh duhet themi ne? Ne nuk i themi këto fjalë se jetojmë në errësirë e nuk ndriçohemi nga drita. Nëse do ndriçohemi nga drita e Perëndisë dhe nga prania e Tij, do kuptojmë mira e njolla brenda shpirtit tonë, e do kuptojmë që jemi mëkatar, e do kërkojmë që të pendohemi. Dhe pendimi i vërtetë është kur fillojmë zbatojmë urdhërimet e Zotit. Po të njëjtën gjë thonte edhe Shën Joan Gojarti. Njëherë në një predikim kish, ju tha njerëzve që ishin kish: nëse dikush nga ju mendon se është i drejtë, le dalë jashtë nga kisha. Unë s'kam ungjill për të drejtët. Gjë që do thotë ungjilli është një mjekim, dhe mjekimi është për të smurët. Duke
thënë këto fjalë, ai po citonte fjalët e Zotit. I thotë smurët ka nevojë për mjekun, e smurët ka nevojë për mjekimin. A nëse ne kemi nevojë për ungjillin, pikërisht sepse jemi të smur, e kemi nevojë për mësimin e Zotit sepse ai është i mjekim, nuk është një dënim. Çdo gjë që Zoti na thotë mos ta bëjmë, mos vill, mos vritesh, mos të tjera, nuk janë për të na dëmtuar ne, po janë për të na mbrojtur, sepse ato gjëra na shkatrojnë vetë ne. Një njeri që jeton në errësirë shkatron veten e tij dhe shkatron dhe njerëzit që janë rrotull. Prandaj duhet ta kemi gjithmonë parasysh që kisha është një spital, e gjithse kush që punon në kishë dhe i është dhënë një detyrë për të shërbyer, duhet kuptojë që është një spital, e nuk është për të gjykuar njerëzit rrotull, po është për t'i ndihmuar. Një mjek, sa qesharake do duket për shembull, që një mjek të grindet me pacientët, pse jeni smur, e pse keni ardhur në spital. Po pikërisht kanë ardhur në spital se janë smur, edhe mjeku pikërisht për të smurët, nuk është për të shëndetshmit. E njëjta gjë ndodhet edhe në kishë. Në jetën shpirtërore, të gjithë ne jemi të smur, e kemi nevojë për mjekimin. Dhe ungjilli i sotëm na i kujton pikërisht këtë gjë, që Zoti erdhi për të ngritur ata që ishin të rënë, për të shëruar ata që ishin të smur, e për të ndriçuar ata që ishin në errësirë. Prandaj dhe shenja Gojarti thot me zë të madh, shpeshherë në fjalimet e tij të mrekullueshme, thot mos të dëshpërohet asnjë thot që jeton në vestot. Zoti erdhi për ta thirrur dhe atë. Dhe asnjë që jeton në virtut mos të flej, sepse nëse do e kapi plagështia, mund ta humbasi virtutin. Prandaj dhe ungjilli i sotëm është një thirrje për gjithë secilin nga ne. Duke lexuar jetët e shenjtorëve, ne duhet të imitojmë ato. Shenjtorët nuk kanë nevojë që t'i admirojmë, ka nevojë që t'i imitojmë. Ata u modeluan duke imituar Krishtin, e ne duhet modelohemi duke lexuar jetën e tyre e duke praktikuar atë në jetën tonë të përditshme. Le të lutemi Shenjtit të Madh, që të lutet prej Perëndis, që Perëndia të na japi hirin e madh të pendimit, dhe hiri i pendimit është i sjell përmirësinë, e sjell shërimin tonë. E duke u shëruar vetë, padyshim që ne kemi mundësi të ndihmojmë dhe njerëzit që janë rrotull nesh. Amin.